kafe me parë për sot. Është ora pothuajse 5. Ta shohim ato nxjerrje. Yay! Kafe. Sot është e ejte. Se mos mendoni që unë jam gjithkohën bubble, ja sot për shembull është nga ato ditë që ndjehem e irrituar se zakonisht nuk ka një arsye specifike, nuk jam as para ciklit, jam pas ciklit, dhe thjesht gjërat që ndodhin sot, që nga mëngjesi deri tani që është ora ku diun se sa, më bën që të mos jem shumë në humor. Sepse duhet të shkoj të bëj disa analiza, sepse kam vënë re një rënje pak më të madhe se sa zakonisht. Dhe nuk po kuptoj se ato kem mungesë hekuri, apo vitamine D, apo mos kam tiroide. Kam filluar të mendoj sikur mund të kem diçka me tiroiden, po duhet të shkoj të bëj ekzaminime ekstra. Sepse edhe po të lexoni, zakonisht bien nga 50 deri 150-200 maksimumi qime në ditë. Por duke ne mos i krekur, ato ngecen aty dhe kur i lajmë dhe i krejmë në dush, dhe ato bien duke sikur boboç apo ndodh, po jo është normale. Po duhet lexoni për këtë. Dhe unë gjithmonë e kam ditur këtë gjë dhe gjithmonë e kam llogaritur pak a shumë, por këtë periudhë u bë ca kohë mbase jam më stresuar se zakonisht, mbase më lodhur. Nuk e di. Di vetëm që duhet ta ndjek pas. Shisi janë flokët sot, mërzot. Sot që jam unë pa Terezi dhe që kam anulluar çdo plan të mundshëm. Po kemi një ditëlindje sot pas dite, kështu që do janë super deri atëherë. I'm a sexy mama. I wanna. Nuk e di se sa shumë do dëgjojmë, po unë kam ardhur edhe jam për gati dhe do ulem të stërfiten 30 minuta. Njëra nga gocat më ka kërkuar që të tregoj çfarë ushtrimesh bëj, por duke qenë se nuk është rutina ime dhe nuk do doja që të dukej sikur unë e kam bërë këtë rutinën, sepse unë po e bëj nga një trajnere, kështu që do ju vendos linkun në description box të Fit by Mik. I bëj të ndryshme, sot do bëj full body me pesha, kështu që çdo herë do gjeni linkun e ditës që unë kam xhiruar dhe jam stërvitur. Uroj që t'ju ndihmoj dhe t'ju motivoj. Janë vetëm 30 minuta maksimumi, por 20 minuta çdo ditë mjafton thjesht edhe për të vënë trupin në lëvizje, është kaq e rëndësishme. E ndjej që mua më ka ndryshuar temase shumë, qoftë në rutinën e përditshme, qoftë në të qenurit më mirë, qoftë të qenurit më motivuar dhe përveç të tjerash kam filluar të ndjej shumë ndryshim dhe një zvogëlim të perimetrit edhe të trajtimin me LPG që më hoqi gjitha ujërat e panevojshme. Më shumë se sa për të dukur një trup i bukur, dua që të ndjehem mirë dhe prandaj po e bëj të gjithën, sepse unë vishem me shumë rroba të gjera në përditshmëri që do thotë servitem vetëm që të ndjehem mirë dhe të vë trupin tim në lëvizje. Se nuk është se rinohem. Shihemi pastaj. Mirëmëngjes. Është e premte. Nesër do flem gjumë. Jo s'është e vërtetë se pirë çojë shumë herët. Tani është ngrohtë, në fakt nuk është ftohtë, po më kapi një si kështu. Keni parasysh këto shtëpiat në Tiranë ose mbas edhe në Shqipëri, kur vjen kjo periudha që fillon ngrohet koha, më ngrohtë është përjashta se sa brenda. Është e premte, un kam shkollë, erdhi dalim me çunat, edhe un kam të shkollë, nuk e di se si do t'ja bëj për Pierushin. I don't know, do ta zgjidhim. Mi ka fun hëngra një nga ato pudingët që i keni parë te vitet e kaluar me faraçia. Ti ka pak kështu se kishin marrë pak kot, në fakt i kisha kapur to puzën darkë edhe ishin bërë, o zot i madh. Shëndet, faleminderit.
Bëj një kafe dhe të bëjmë i gati sepse do të shkoj një vrap të poste sepse më ka ardhur një pako. Tamasin në fakt, hello! Diku një kokër, nuk e di. Uja ku qikë. Kur të kam pra, kur të kam pra, në mrekulli, me ty më ngjan, kur të kam pra. Tani, si fillim do ngrojmë pak këtë portafilterin. Ngrohim edhe tubat e kafes. Okej. Kam pra, në mrekulli, me ty më ngjan, la 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 la. Është ngrohtë, super. Tani direkte bluajm kafen. Diana, what the heck, girl? Dhe bljeve këtu. Ndërkohë aty s'kishte kafe, bluajti vetëm çfarë mund të ketë pasur. Ne ruajmë këtë kafe gjithmonë. Tash. Tani hedhim kafe, mbyllim dhe via. Do ta balancoj pak që të jetë e shpërndar në të gjithë sipërfaqen një lloj. Okej, ta shohim. Okej, nice. Besoj e shikoni. Besoj duket, apo? Vendosëm këtu. Në 90 gradë këtë. E shtypa. Dhe tani fingers crossed që kjo ta nxjerri. Dhe të shpresojmë. Okej, bravo. Okej, ndaloj pak. Da presim deri në fund. Ka që la shumë pak sekonda, në fakt nuk ta lësh edhe pak. Deri në 30 sekonda. 15 i bëri ajo, ja i shtojmë dhe 5. Mjafton. Jo keq, not bad at all. Në fillim ne nuk dinim as ta nxjerrnim këtë, nuk nxirrte as edhe një lloj pike, kështu që tani po ulem pak aty te rëmuja që ka lënë pjerë në mëngjes, po sheh këtë kafen. Edhe nuk bëhemi dot gati kaq shpesh, do ta pastroj këtë. E heqim. Ja, dhuroj totalisht. Të kafe stergysit. U bëra gati. Kam veshur këtë fustani nga Pepper Mayo. Është shumë cute. Mbase Pepper Mayo është nga të vetmet brende që rastësisht e pranova që të më dërgonin kuti PR-i. Nuk janë, do me thënë, ata nuk më paguan mua që unë t'ja tregoj këtë fustanat, por realisht më pëlqejnë shumë, edhe i vesh gjithmonë, edhe ja, unë u bëra gati, është ngrohtë, do vesh një palë kështu loafersa të sheshta nga këmbët, marrë dhe një trench coat dhe jam okej. Këtë këmishën tek shefkia e ka marrë. Me këtë kafe, nuk e di, besoj që e dalloni. Besoj që e dalloni. Okej. Rutina ime si gjithmonë, thjesht kam vendosur serum hidratues SPF, pastaj një tintit SPF, edhe këto blusherat and stuff.
See you later. Sot mora një pako dhurat nga Unboxed Liquid Store, e gjeni në Instagram, ka edhe dyqan, dhe do gjeni pjetë ndryshme, por e bëra një unboxing për në Instagram, dhe pash prit t'ju tregoj edhe juve pak. Kutia ishte shumë bukur edhe një super dhurat. Një ide për një super ide për të bërë një dhurat që duket kaq luksoze në dukje, por edhe në shije, dhe brenda kishte një shampanjë, një shishe shampanjë nga kjo firma këtu. Edhe unë po vendos direkte këtu te këndi i pjeve. Kishte edhe 2 gota për të bërë kështu. Cheers, sa bukra. Vendos edhe këto direkte këtu. Edhe një pako me çokolata që ishte e lidhur me një fjongo në këtë ngjyrën e çokolatës me shkëlqim shumë e bukur. Unë e provova njërën, se nuk më durua, po i fusa aty brenda që ti shijojmë në fundjavë me kafe. Shumë e bukur edhe kjo. Sa të stërvitesh tani, shife jam bërë gati, edhe erdhi Ergysi edhe më ka sjell një pako që sapo më ka ardhur nga posta, dhe një mikesha ime më kishte thënë që do më dërgonte diçka, dhe unë e dija për çfarë bëj fjalë. Dhe va tregoj tani, një sekond, edhe shkoi Ergysi për ta marrë, dhe i kishte paketuar këtu. Ajo jeton jashtë, si të gjitha shoqet e mia, besoj e keni vënë re, edhe kishte bler një palë nga këto getat vintage, kështu ngjyrë alabaster. Sa ajo bler shumë në Vinted ose Vestiaire ose këto platformat që kanë kështu high-end brands, edhe kisha postuar një foto të Pinterestit dhe ajo tha I got you girl, të pëlqejnë, do t'i veshësh sepse i kam dhe nuk i vesh. Dhe i kishte të saja. Dhe tjetër gjë që ma kishte vendosur, këtë do me thënë nuk e imagjinoni dot çfarë bëra unë kur i pash. Unë nuk e dija që ajo i kishte futur. Një palsyza Chanel vintage. Oh my goodness, dhe ajo ka dhe trupin tim, jemi të dyja shumë të vogla. Tani më falni mua. Kjo ishte dhurata e vitit. Do thoni ju janë thjesht një palsyze. Jo, nuk janë thjesht një palsyze. Mua nuk më shkon çdo syze, se jam shumë fytyrë vogël. Kto janë vintage Chanel. Nuk e di sa po ju shtua koleksioni. Nuk është se kam shumë kështu syza high-end brands, po them, kam Chanel, kam një palë Versace që nuk janë vintage, kam një palë vintage që janë Cartier, këto kam ato Lacoste që i kisha me syze optike më humbën, kështu që tani çka kam tjetër? Jo, kjo është Bosch. Më kanë humbur shumë syze dhe kur isha në Gjermani. Kam edhe Ray-Ban, kam 2. Ja, kam këto dhe një palë të tjera me atë xhamin kështu si pasqyrë. Jam shumë falenderuese, nuk e di. Ato syze do mi shikoni tani në çdo video me çdo veshje, sepse si mundem. Dhe do vesh edhe këto. Dua të bëj një veshje shumë të bukur. I vesh me ato këpucët e mia Gucci. Sa qejf. Zonja në mosh, kështu diku te 60 vjeç, të veshura kështu me Chanel. Vim në realitet sepse do stërvitemi. Ergysi erdhi, u vesh tjetri, u bë gati dhe doli. Unë kam shumë qejf kur njeriu që kam në krah ka kohë cilësore për veten e vet, me shoqërinë e vet, të dali jashtë halleve, po them edhe gjërave të familjes, dhe ai karikohet dhe vjen shumë mirë më i çliruar, dhe kam radhën javës tjetër sepse më vijnë gocat nga Zvicra. Do vinë të katërta. Vetëm njëra nga gocat që unë e kam shumë gjanë nuk do jetë kësaj radhe, po do jetë një gocë tjetër që do ta njoh për herë të parë, po ka këto makaronat kështu që janë si me thjerza, me karota, tek Rothmani.
Okej. Të ha diçka proteinike. T'jep mami shpejt, byrek do? Të shkoj rrotullamja kot. Ose mos është një aty në fund të Mislimshyrit. Me çaj do? Me gjithë varja. Shkoj mendja për byrek edhe kërkesi bëri gjitha të rrotullame sot. Nuk e bën zakonisht, edhe pastaj tha. Në Mislimshyr apo. Iko për të më bler mua byrek. 8 marsi. S'ka bler lule, po do mjaftoj me një byrek. Faleminderit. Kemi në një kështu sandwich. Po na harç shumë. Pjeri ti ishte me temperaturë. Sot një ulet i blet, pak, se kalon 38-ës. Kështu si. Më budush. Pjeri do na tregosh çfarë po bën? Pite. Jo pite. Si i bëre pancakes, çfarë hodhe këtu brenda do na tregosh pak? Po. Vez, mjaz, e lekos. Tjetër? Po miell? Miell, e prap kos. Me tani unë Po ja. Ja, 1, 2. Haje, haje. Mjeshtër. Jetë pak se vete në poshtë. Të pëlqen ma? No è troppo. Jam shumë e gëzuar. Sa shpejt erdhët. Që në fakt të marrë një qik rezi se këtë dielli tani është shumë i mirë, nuk është ai dielli që të përvolon, është kaq i ngrohtë edhe e di si ndihet në lëkurë, nuk e imagjinoni dot sa ndjesie. Rrugës tani që po vinim, po i thoja Ergysit që mbase diku të 3 vite më përpara kam qenë. Nuk e kam pasur këtë mindsetin që kam tani dhe eksperiencat e jetuarit vetëm, sidomos në fazën e jetës ku ndodhemi, realisht të hap syt dhe të hap horizontin. Unë mendoj gjithmonë veten shumë mendje hapur, pa eksperiencë realisht më ka hapur një tjetër botë kuptime dhe ja them gjithmonë që nëse më përpara mbase tek tuk edhe e kam pasur atë maninë që të bëj diçka që duhet ta bëj ose e kam djerë ta bëj, për të shkuar diku sepse është trend, për të bërë diçka sepse është trend, për të veshur diçka sepse duhet ta bësh patjetër, sidomos kur edhe punon në mediat sociale. Edhe po i thoja që nuk e ndjej më atë nevojën, u bë shumë kohë. U bë shumë kohë që nuk bëj asgjë sepse më duhet ta bëj që të përmbush një lloj standardi që kjo shoqëria ka, ose duke qenë se unë merrem me Instagram dhe merrem me fashion apo ku dëgjoj unë, duhet patjetër të blej diçka që t'i përmbahem këtij rregulli të pashkruar, që të jem një lloj si të gjithë. Nuk e keni idenë se sa liri dhe çfarë ndjesie është që të mos e ndjesh presionin e shoqërisë përreth, e njerëzve që punon, e njerëzve që shoqërohesh, e njerëzve që nuk shoqërohesh, por të shohin dhe kanë një lloj pritshmërie nga ty. Dhe unë nuk e ndjej më fare këtë presionin dhe kur them betohem që nuk ma ndjen fare të jem dhe të përmbur disa standarde që nuk i kam vendosur unë. Këtu në Shqipëri dhe vjen edhe me bagazhet e veta të jesh
në këtë lloj forme, sepse përjashtohesh nga shumë evente, përjashtohesh nga shumë organizime që mbase nëse do sillesh ndryshe ti do ishe pjesë e këtyre eventeve dhe thjesht mbase është edhe me mosh që mua nuk më intereson më të jem diçka që nuk jam për të kënaqur një kategori të caktuar njerëzish. Pa! Një pistur. Iu! Hajde! Dhe do t'ja sugjeroj me gjithë shpirt që të gjenit kohën të merreshit pak me veten, sepse e di se sa mirë të bën të ndjesh, edhe bisedojmë gjithmonë me Ergysin, sepse Ergysi është 38, unë jam 33. Dhe normalisht nuk është se po rinohemi. Edhe po shikoj një ditë një video që thoshte që ti stërvitesh në këtë mosh, kur je në të 20-ta, në të 30-ta, sepse kur kalon plus 40, normalisht trupi fillon dhe bie. Dhe kur ti të jesh 60-70 vjeç, të mos bëhesh, do me thënë, të kesh atë fuqinë dhe elasticitetin për të ngjitur shkallët vetë. Minimum i mundshëm. Dhe kjo më goditi, dhe kur shikoj babin tim për shembull, babi im ka punuar gjithmonë në ndërtim, gjithë jetën e vet, por tani ka shumë vite që nuk punon, sepse ka pasur shumë probleme me shëndetin dhe së fundmi ka probleme dhe me shikimin, sepse diabeti ka bërë të vetën, sepse i ka rënë tension sysh dhe çdo vit përkeqësohet. Dhe e shikoj që fuqinë ka, është shumë i shpejtë, shumë i fuqishëm. Problemi vetëm është që nuk shef. Dhe këtë e ka të gjithë nga puna fizike që ka bërë. Edhe e di që nëse do ishte për ato, ai do bënte ecje nga liçeni, do ishte shumë herë më aktiv nga çështë. Thënë kjo, e di si është puna, unë nuk e di nëse ne do mund të kemi dhe të bekohemi me një fëmijë tjetër, por sidoqoftë, edhe nëse do kemi vetëm Pierin apo do kemi dhe fëmijë të tjerë, i them gjithmonë Ergysit të kujdesemi tani sa jemi në kohë, që kur të vi momenti, stres më shumë fëmijës tënd, në kuptimin që unë tani e kam në dorë që të stërvitem, të kujdesem për veten, të bëj një përditshmëri dhe një lifestyle më të shëndetshëm, Ergysi po ashtu. Dhe kjo është një apo regjistrojun? Ndrollova pak baterinë sepse është gati të më fiket. Të kemi një lifestyle më të shëndetshëm, që rrjedhimisht kjo çon në një plakje më të mirë, nëse bën sens. Dhe duke u plakur më mirë, ti nuk bëhesh stres për fëmijën tënd, përkundrazi, ti bëhesh ndihmë për fëmijën tënd. E di tash ju do thonë bobo, Ana sa larg mendon. Jep, mendoj, e kam gjithmonë këtë, e mendoj perspektivën sepse dua që ta mendoj perspektivën, sepse dua që të jem aty për Pierre dhe të jem në formën time më të mirë të mundshme, që ti ta ndihmoj, ta shijoj mbi të gjitha. Dhe ndërkohë, nëse unë avar tashi vetes time, kur të jem, o Zot, uroj shumë që të plakem, po me gjithë shpirt, nuk ka gjë që uroj më shumë. Dhe kur të jem për shembull 80 vjeç, të jem e shkallët, të jem të lëviz vetë, të bëj gjërat vetë. Nëse Pierre do ketë nevojë për mua, unë të marr aeroplanin, ose të marr trenin, ose të marr makinën dhe të shkoj të jem tek ai. Në atë kokën time dhe në atë mendjen time bën gjithmonë sens. E dua shumë këtë hapësirën time në YouTube, sepse shprehem dhe këto janë totalisht mendimet e mia, janë edhe nëse unë nuk do t'i thoja këtu në YouTube, janë mendimet që unë i kam çdo ditë, por fakti që e kam YouTube-in i ndaj me ju, por kjo nuk do thotë që duhet të jeni dakord 100% me gjërat që shikoni nga creators në rrjetet sociale, sepse se kushdo që ka një platformë do shprehë mendimin e vet, por kjo nuk do thotë që duhet të mendoni një lloj. Është shumë okay edhe nëse nuk mendoni një lloj. Zemër. Ja, të dëgjosh një mendim ndryshe. Wow, e ke bërë shumë të bukur. Të dëgjosh një mendim ndryshe, të paktën nga ana i, të paktën si më ndikon mua kur dëgjoj një mendim ndryshe, thjesht më hap horizontin për ta parë një gjë, domethënë për të thënë që, interesante mënyra se si dikush e shikon një situatë të caktuar. Është okay të mos mendoni një lloj. Mirëmëngjes. Sa po më shkruaj ti Ergysi, ka ardhur një nga pakot mujore të Pepper Mayos.
tepër mirë. Tani çfarë kam porositur tek Paper Mayo? Tani tek lista e Paper Mayos nuk e di se si përfundova. Këta më dërgojnë mua PR çdo muaj dhe unë e pranoj me kënaqësi. Dhe një fustan të ngjashëm me besoj e keni parë filmin Si të humbasësh një djalë për 10 ditë, How to Lose a Guy in 10 Days. Dhe gjeta një fustan, jo si ai, por i ngjashëm, i ka komplet kurrizin e hapur, do t'i provon. Me shumë mundësi duhet që unë ta çoj ta shkurtoj këtë si çdo gjë tjetër. Fustanet e shkurtra nuk i marr më te Paper Mayo sepse unë kam një çik vithe dhe më ngrihet gjithmonë fustani nga mbrapa dhe më rin gjithmonë shumë të shkurtër dhe nuk marr më. Do më pëlqente të merja fustanet të shkurtra, por kam tentuar disa herë dhe të gjithë më del byça për jashta, me do të më për plazh. Porosita një bluze me këtë shelling këtu. Është një ndër nuancat që është in të verë. Kisha vërë diçka tjetër, por ata nuk e kishin. Nice! Që kemi këtë. Edhe që këtë e sigur që do më tregoj çdo tule që kam në trup. Është okej. Tani nese, tani të bëjmë një çik skincare sepse nuk kam bërë. Nuk e di ajo a kam përmendur, por u bë ca kohë që kam nisur të përdor produktet e Ada Herbs. Janë produkte organike dhe u nisa më shumë për të marrë atë serumin The Green Goddess, sepse vjen shumë të mira dhe përbërësit i ka, do të thënë, në komplicitet shumë të papara dhe teksturën e ka shumë fantastike dhe mora edhe rutinën sepse më kishin mbaruar produktet që kisha përdorur më përpara. Këtu, besoj e keni parë. Është shumë i lehtë dhe sidomos mendoj për lëkura të yndyrshme, sepse është shumë teksturë lehtë, por ka shumë përqendrim. Glow. Rutinën po e mbaj shumë bazike, thjesht hidratim të thellë, edhe një serum që të përmbaj dhe vitaminën C, të përmbaj dhe përbërës aktiv, që të më ndihmoj pak me shenjat e lodhjes, plakes, rrudhkat. Ky është kremi i ditës, Rich Cream. Unë përdor vetëm kaq. Në datën 31 maj do vi Kajnë Muzik këtu në Tiranë. Ne nuk kemi bileta. I thash Ergysi do marrim edhe Pierin edhe do shkojmë ande nga liçeni sepse ande do zhvillohet, se do dëgjohet deri diku. Edhe that's fine. Ku t'ja lë që të shihni se na iku drita, iku dielli. Ja po e afroj pak. Tani do t'ju tregoj një histori. Do t'ju tregoj një histori që nuk e kam treguar kurrë. E din vetëm familja dhe njerëzit e afërt. Kur isha në Gjermani, ishte, ky është kremi i diellit, krem mbrojtës 100% mineral. Ose nuk, tani mund ta përmend pa u dridhur. Ishte diku shtator edhe Pieri dhe Ergysi sa ishin kthyer nga Gjermania për në Tiranë. Shikoni sa kollaj përhap ky SPF-ja. Edhe ishte në Çerdhe Pier atëherë. Ergysi e çon Pierin në Çerdhe si çdo ditë edhe e merr edukatorja diku pas dreke dhe i thot hajde të lutem të vish sepse nuk e dim se çfarë ka ndodhur, por Pierit te pjesa këtu e kokës një pull kaq e madhe pa flok. Ishte bërë kështu. Si pëllëmba dorës. Kishte rënë floku për 1 sekond. Nuk e di çfarë t'ju them, domethënë më merr Ergysi, unë atë ditë isha në sa kisha ardhur nga puna, më çon foton, isha vetëm, isha u çmenda, të një gjë shumë e vogël, por kur ti nuk e di se nga se po i shkaktohet, çfarë po ndodh, domethënë ishte nuk ja shpjegoj do me thënë të merrin që përjetuam, sepse
direkte, nëse kush ka pak informacion edhe direkt ku t'ja kam treguar, mund të mendonte që mund të ishte alopecia. Se nuk e di si ta shqiptoj dhe për ju që nuk e dini, është një sëmundje autoimune që godet të gjitha folikulat e qimeve në të gjithë trupit dhe të bie çdo qime në trup. Edhe do me thonë, kur ja çon dikujt atë, jo direkt, do me thonë, mund ta çojë në përmendje që mund të ishte kjo. Alopecia areata, se nuk dua të flas me terma mjekësor sepse nuk është vendi dhe nuk më takon mua, por filluan një kalvar me analiza, sepse duhet të bënim rregullin e përjashtimit, nëse i shkaktoi nga kjo, nëse mund ta kishte nga tiroidja, që të shkonim nëse ishte alopeci ose jo. Sot edhe mbaj mend atë periudhë që dhe Pieri e ka marrë tmerr, do me thënë nëse i përmend doktorin, ai e ka tmerr dhe traumë. Sepse nuk 4 veta për ta mbajtur për t'i marrë një analizë gjaku djalit, o zot. Nëse si përfundim të gjitha analizat i kanë dalë në rregull dhe neve praktikisht nuk e kuptuam kurrë nga se i erdhi e gjitha kjo. Sot është një gjë kaq e vogël edhe kur kujtoj që mund të ketë fëmijë dhe prindër që janë duke vuajtur sëmundje më të vështira, them, nuk ju betohem se prekem shumë, po nuk se di. Nuk e di. Nuk kam realisht, nuk e di. Nuk duroj do të fare kur vjen puna tek Pier. Si çdo prind. Për ditën e gruas, në fakt e ndjej veten me shumë fat se mora goxha dhurata. Më kishte dërguar Anaisi një PR box për 8 mars me disa produkte që ishin fantastike, ndërto ishte edhe ky kreri, më fali pak, do të thë. Kjo është totalisht vanity. Dhe shikoni se sa e bukur është kjo nga brenda. Ta përdor asnjëherë, normalisht do ta mbaj kështu si kujtim dhe relike, por përveç të tjera kishte disa produkte shumë të mira dhe ndërto ishte dhe ky skin tinti i Estée Lauderit, edhe shiko pak kush është më e bukura. Si e kanë gjetur që është shade, unë kam fondatinën e Estée Lauderit, e kam marrë ka shumë kohë që ka marrë, nuk e përdor shumë rrallë për evente, kështu se ka super mbulim. Dhe shifeni pak, në të njëjtin shade. Edhe thash ta provojmë sot. Pse jo? Se është më i lehtë, është goxha i lehtë si teksturë. Kështu që tani, tjetër gjë që më kishin dërguar ishte edhe një concealer nga ky brendi Sela, që është franceze, dhe un kam produkte nga Selaja që i kam marrë tek Anaisi para disa vitesh. Është kjo paleta këtu që ka për baking, ka highlighter, ka bronzing edhe blush. Kam edhe një palet sysh, kam pasur një rimel. Ta provojmë bashkë tani këtë. Perfect Glow Corrective Concealer. Besoj shade është i duri dhe nëse është i duri, okej, tekstura si gjalp. Madje edhe me gishta mund të përhapet pak. Love. 2 pika mjafton. Është kjo nga ky brendi Note që e gjeni me po të njëjtin emër në Instagram, ndodhen në Prishtinë. Nga ky blush i kështu si kremoz, i Rare Beauty. Para se ta vendos që mos të bëhet që t'jetë më i përhapur, që të përhapet më kollaj dhe të bëhet blend më mirë. Kjo paleta Diorit që ka sa, më mbi 1 vit. Gati 2 vite dhe nuk kam mbaruar akoma. Po marrë që nga kjo e Selaas këtu, ka shumë të pigmentuar Selaja. Mjafton shumë pak produkt, po e heqim pak këtu. Kam edhe këtë blushin e vogël, është një produkt korean nga Misha. Dhe shumë cute. Këtë e vendos gjithmonë të fundit. Do me thënë, gjithmonë për blush bëj një blend të gjitha produkteve që kam. Mora tek Shef Kia. Ta provojmë një çik.
Më një blend. Okej, super. Ishte kjo këtu. Ju që jetoni në Londër do ta gjeni në Harrods këtë. Mua. Është nga Estée Lauderi, është double wear, 24 waterproof gel eye pencil, crayon gel waterproof, super, në numrin 09, shifeni pak, bëra një. Këtu kisha hipur tek bicikleta ime dhe po shkoja për t'i çuar ushqimin në Ergysi dhe më pas kisha një takim, prandaj isha veshur kështu serioze me kollaro. Po nga këmbët kisha veshur balerina për ta bërë pak më feminin. Sigurisht bateria ime kishte mbaruar, siç edhe mund të dallohet, dhe për pak do shihni reagimin tim kur shoh që Ergysi kishte dalë tek rruga dhe po më priste. Mezi mora kthesën këtu, më pas ndaloj, edhe do ta lidh bicikletën diku te një pemë aty afër. Tada! Më pas u bëra gati për të filluar mësimin dhe këtu isha duke punuar mbi një poster filmi fiktiv, por duhet të krijonim një poster dhe mendoj që i kam përmbushur të gjitha kërkesat që zysha kishte dhe më pëlqeu ajo që realizova. Këtu isha duke bërë mbylljen e videos dhe nuk ka se si të jetë çdo gjë perfekte në një vlog timin, por nuk ka rëndësi. Këtu isha duke ju thënë se sa me fat jam që kam YouTube-in dhe se sa e lumtur jam për çdo mesazh që më dërgoni dhe se sa shumë e dua ditën e mërkur, edhe pse këtë vlog do ta shihni të njëjtën sepse un jam shtrirë në krevat duke edituar këtë vlog dhe duke ju thënë që ju kam shumë për zemër dhe ju kam thënë që mos harroni të bëni subscribe sepse dua që të bëhemi komuniteti më i madh dhe më i bukur ever. Ku të bëni subscribe? Pasin. Qa po hankek? Kjo ishte dhe mbyllja e këtij vlogu. Ju kemi shumë gjan, paqim!